4 shenja që po dëgjon këshilla toksike, jo psikologji. E para, të thonë, hiqi të gjithë nga jeta jote për çdo problem të vogël. Psikologjia nuk të izolon nga njerëzit, të mëson të vendosësh kufi të shëndetshëm. E dyta, të bëjnë të ndihesh fajtor për emocionet e tua. Ankthi, lodhja dhe dhimbja nuk zhduken vetëm sepse dikush të tha mendo pozitivisht. E treta, japin këshilla të forta pa njohur historinë tënde. Çdo mendje është ndryshe dhe jo çdo këshill vlen për çdo person. E katërta, flasin më shumë për famë se sa për shërim. Psikologjia nuk është show, është përgjegjësi. Mos beso çdo person që flet me vetbesim në internet. Disa njerëz dinë të flasin bukur, por jo të ndihmojnë. Nëse do psikologji reale, jo manipulim emocional, na ndiq në videot e radhës.